Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, ka ndarë detaje për rezortin që do të ndërtojë në ishullin e Sazanit. Nëpërmjet një videomesazhi në forumin e investimeve që po mbahet në Tiranë, Kushner tha se janë angazhuar inxhinierët më të mirë në Europë për të ruajtur mjedisin. Çfarë bën këtë zonë kaq të veçantë është mjedisi i saj natyror. Ne punësuam kompaninë më të mirë inxhinierike në Europë që drejton programe të mëdha të ruajtjes. Nëse ne nuk e respektojmë mjedisin, hapësira që do të krijojmë atje nuk do të jetë aq speciale. Prandaj do të sigurohemi që vërtet të ruajmë natyrën. Një artikull thoshte se ne do të merrnim deltën e lumit që është 8 milje larg dhe nuk ka të bëjë fare me projektin ton. Kemi investuar shumë kohë, përpjekje dhe kapital për ta çuar përpara këtë projekt dhe mendoj se do të arrijmë të bëjmë diçka spektakolare. Kushner tregon edhe njohjen me kryeministrin Edi Rama. Sipas të dhëndrit të Trump, në drejtimin e Ramës, Shqipëria është bërë një vend më i sigurt për të investuar. Edi është një politikan shumë i aftë, lider i zgjuar. Na tregoi se çfarë mund të bëjë një artist me një vend. Ata do të ndërtojnë një aeroport në Vlorë dhe kjo është një mundësi shumë e madhe për të shfrytzuar në rajon. Shumë veprime të qeverisë po ndryshojnë klimën e jetesës, ato përkthehen në rroga më të larta në më shumë mirëqenie. Ndërtimi i rezortit të Kushner në ishullin e Sazanit ka shifrën e 1.4 miliard eurosh dhe do të shtrihet në një tokë prej 45 hektarësh ose 8% të ishullit. Ai do të jetë i ndarë në 3 faza zhvillimi ku parashikohet të punësojë mbi 1000 persona. Projekti do të mbajë statusin e investitorit strategjik për një periudhë 10 vjeçare.